Përshëndetje miq të portalit Timoni.al. Sot nisim një seri intervistash në Timoni Podcast, ku do të kemi të ftuar kolegë gazetar, politikanë dhe njerëz të fushave të ndryshme. Intervistën e parë kam nderin ta kem me kolegun tim, Red Varaku, drejtues i emisionit Jashtë Kontrollit në NTV Televizion. Redi, faleminderit që u bëre pjesë si lulja e parë e këtyre intervistave dhe ish paç këmbën e mbar. Kënaqësi Almer, të uroj suksese, i uroj suksese Timoni Podcast dhe uroj që e gjithë kjo gjë që ju keni nisur të shkojë t'ju shojë mbar. Faleminderit. Redi, ti je një njohës i mirë i politikës prej vitesh tashmë me emision Jashtë Kontrollit që ka një audiencë të lartë, po gjithashtu dhe një njohës i holl i marrëdhënieve politike dhe situatës në Shqipëri. Edi Rama ka fituar 83 mandate, po nga ana tjetër opozita ka nisur valën e gjatë akuzave për manipulim dhe përdorim të bandave në zgjedhje. Si e lexon këtë situatë? Si pe zgjedhjen në Shqipëri? Unë në mënyrën se si i shoh unë Almer situata ka qenë lehtësisht e parashikueshme nisur nga të dhënat paraprake me të cilat ne u ballafaquam si opinion bërës. Pra, nisur nga fakti, nga kodi zgjedhor që u miratua, i cili në një farë mënyrë e paralajmëroi, sepse për mua kodet zgjedhore janë sinjali kryesor për rotacion ose për vazhdimsi të pushtetit. Pra, që te kodi zgjedhor u paralajmërua se çfarë do ndodhte. Nëse ju kujtohet dhe në 2021-in, në 2020 ndodhi e njëjta gjë. Pra, jemi përballë faktit që për mua si ndjekës i politikës, si komentator i politikës, për mua ky rezultat ishte i parashikueshëm. Po të garantoj që kjo ka qenë lehtësisht e parashikueshme edhe për Partinë Demokratike. Çfarë bëri parashikueshëm këtë rezultat? Thash, kodi zgjedhor. Domethënë listat e mbyllura, çka shkonin kundër interesit të qytetarëve, sepse ishte rritur shumë pritshmëria, le të themi, për listat hapura, ishte zhgënjim i madh për qytetarët. Pra, listat e mbyllura nga ana që paktën Partia Demokratike nuk duhet ishte partia e cila duhet ishte totalisht kundër këtyre listave, sepse këto listat e mbyllura mbyllin edhe atë fuzionin që prodhon pastaj atë frymën përfitore. Plus votimi i emigrantëve, çka domethënë u paralajmërua, sepse duke qenë se ti si opozit nuk ke asnjë farë kontrolli mbi territorin jashtë Shqipërisë, si mund të pretendosh që ti jesh më organizuar, si mund të pretendosh që ti jesh më, le të themi, më e saktë, më efektive në raport me një pushtet që i ka të gjitha, që po rezulton që edhe brenda vendit i përdor të gjitha instrumentat për të marrë votën. Pra, këto dy ishin piketa shumë të rëndësishme që për mua si komentator paralajmëronin që nuk do kishte ndryshim. Thash, të garantoj që edhe në Partinë Demokratike kjo situatë ka qenë e qartë. Unë mendoj që edhe zoti Berisha e ka ditur mirë. Zoti Berisha është njeri që le të themi nuk mund të kursesi ta akuzosh domethënë si i paditur, sidomos për çfarë ka ditur Berisha dhe pse e ka lejuar nëse e ka ditur? Jo, nuk e ka lejuar Berisha. Berisha është në pikën që Partia Demokratike u bë pjesë e kësaj farse elektorale siç nuk u bë farsë elektorale. Zoti Berisha pas një agresioni të tmerrshëm mbi Partinë Demokratike që nisi prej 2017-s, mendoj unë, një agresion i pandalshëm që vazhdoi nga 2017 deri në 2021-in, një agresion i pandalshëm mbi opozitën, edhe e kemi edhe të qartë tashmë dhe të provuar se çfarë ka bërë me Gonigal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Berisha dhe plus çfarë ndodhi nga 2021 deri në 2025, pra ajo lufta e brendshme brenda Partisë Demokratike që në një farë mënyrë ishte si acid në venat e kësaj organizate. Pra, Berisha ishte i qartë për këtë. Por i duhej që në një farë mënyre të hynte në zgjedhje dhe të konsolidonte, le të themi, atë pjesë të mbetur të Partisë Demokratike, çka mendoj që me këto zgjedhje tashmë e ka mbyllur si proces. Partia Demokratike është sot, domethënë, mendoj unë,
në pikën që nuk e vuan më atë që ka prej 2017 që e vuan. Ju thatë që Berisha e dinte, që Berisha kishte informacion për situatën. Jo kishte informacion, Berisha është politikan i madh. Pse duhet futej Berisha kur ai në gjitha situatat, në gjitha të dhënat që kishte, po futej në një zonë të minuar. Jo, sepse objektivi Berishës mendoj unë ka qenë që të konsolidonte Partinë Demokratike. Objektivi Berishës ka qenë që të rikthente në le të themi në gjendje efektive Partinë Demokratike. Sepse thash, ajo lufta civile efektive me një Parti Demokratike me një humbje të thellë? Jo, humbja është e thellë, por nuk mund të themi që arriti që të asgjësonte Partinë Demokratike. Pra humbja vërtet është e thellë, por në një farë mënyre nuk ja doli që këto zgjedhje pra ti po thua që Partia Demokratike po del më fort nga kjo zgjedhje? Jo, unë po them që Partia Demokratike mbetet ende në saj të këtyre qëndrimeve alternativa kryesore për shqiptarët që do të mundësoj rotacionin. Pra nuk ka tjetër. Pra këto zgjedhje domethënë Partia Demokratike rezulton ende, sepse frika ishte e madhe. Duhet ta pranojmë që ajo që ka pat një skenar për ta shndruar Partinë Demokratike në një le të themi organizat që nuk do ta kishte më fuqinë për të mundësuar një rotacion politik në Shqipëri. Ka qenë një përpjekje sponsorizuar, ka qenë një komplot i madh kundër Partisë Demokratike dhe po e them jo për konspiracion këtë, po ka pasur një përpjekje të madhe për ta eliminuar Partinë Demokratike nga pikërisht nga të qenurit faktori më i rëndësishëm që mund mundësoj një rotacion politik në Shqipëri. Partia Demokratike ende pas këtyre zgjedhjeve mbetet e vetmja organizat politike që që ka fuqinë për le të themi për të mundësuar një rotacion, çka është edhe nevoja dhe interesi primar i qytetarëve shqiptar. Pra, në këtë kuptim Partia Demokratike ja doli të mbijetonte. Ja doli të mbijetonte agresionit dhe tashmë unë mendoj që pavarësisht se çfarë thuhet, ajo është gati për të futur në një le të themi etapë tjetër, çka është opozitarizmi i vërtet. Sepse gjatë gjithë kohës për 4 vjet s'ka bërë opozit. Është marrë me veten. Po si mund bëj opozit kur është në një gjendje që shumica e demokratëve tashmë janë zemërthyer, janë të mërzitur, pjesa më e madhe besoj do ketë një val tjetër largimesh. Si mund të rindërtohet Partia Demokratike kur është në një situatë katastrofike, po themi, duke u bazuar në rezultat? Kjo është domethënë konstatim me vend, por Partia Demokratike nuk është le të themi një organizat e cila do ketë këtë lloj situate gjatë gjithë kohës. Unë të garantoj që sapo kanë mbaruar zgjedhjet, shumë shpejt do të ndryshojnë shumë raporte. Partia Demokratike do të bëj reformat që duhet të bëj. Keni informacion për këtë apo keni? Jo, e kam me deduksion. Domethënë, për mua ky është momenti ku Partia Demokratike do të hyjë në lojë. Deri tani nuk ka qenë lojë, pavarësisht se çfarë thuhet. Nuk ka qenë lojë, ka qenë lojë për mbijetesë. Tani më do hyjë në lojë. Se sa do ja dali kjo duhet parë. Por unë di të them që këto zgjedhje nuk ja dolën ta eliminonin Partinë Demokratike dhe këtë du ta them shpesh sepse për mua ky ka qenë objektivi kryesor. Tani të presim se çfarë do ndodh, thash në një kohë që për herë të parë pas 2021-shit kemi një Parti Demokratike e cila domethënë është gati për të përballur me këtë qeveri. Të presim, unë mendoj që pavarësisht se çfarë thuhet, tjetër gjë janë le të themi ato dinamikat e brendshme politike dhe tjetër gjë janë emocionet e militantëve edhe qytetarëve zemërthyer, se unë jam dakord me ty. Por në një realitet, në një real politik, mendoj që Berisha nuk ka pas rrugë tjetër përveç se të bëj këtë që bëri për shkak të pozicionit, sepse në fund ditës ajo që e vendos, domethënë në një parti politike që e vendos në lojë është pikërisht forca e saj dhe fuqia e saj. Ka qenë një parti e
agresivuar, se po përdor këtë term se s'po gjej dot një term, ka qenë e sulmuar, ka qenë një parti që i ka mbijetuar një atentati politik, por që mendoj që me këtë ja ka dalë. Të shohim a do ja dalë Berisha, se dëgjova që po fliste për zgjedhjet parakoshme. A do ja dalë Berisha që të prodhoi zgjedhjet parakoshme, se bëri një lapsus kështu freudian kur e pyetën, tha edhe në 2001 kështu ka qenë, të paktën tek konferenca e parë për shtyp që dha. Pra, në një farë mënyrë, në 2001 vërtet Partia Demokratike nuk mori rezultatin që donte, por ja dori të mbjetonte, se 97-a ka qenë një përpjekje për ta zhdukur Partinë Demokratike nga skena politike. Për mua ky është një sukses. A do ja dalë të marrë pushtetin? A ka kohë zoti Berisha, flas qoftë edhe kohë biologjike për të shkuar deri aty? Nuk e di. Po për mua sukses është mbijetesa e Partisë Demokratike, vazhdimi i të qenurit alternativa kryesore që mund mundsoj, pra është fuqia kryesore. Almer, në politikë vendos fuqia, nuk vendosin emocionet. Por shoh që po përmend her pas here zotin Berisha si referencë absolute, duke ditur që është njeriu babai i asaj partie, babai i asaj shtëpie. Mendon që zoti Berisha pas zgjedhjeve duhet të rishikojë pozicionin e tij, apo duhet bëjë një hap pas siç pretendon pjesa më e madhe, edhe sipas statutit që ai ka miratuar. Si shikon PD-n në këtë situatë, kur pretendohet që të largohet leadershipi aktual, e shohin si pengesë leadershipin aktual, dhe ato që ka treguar votat e Ali Mehmetit dhe Jorita Tabakut shihen si dy situata ose dy realitete të ndryshme ku shqiptarët kishin një leadership, por kishin edhe njerëz të moderuar. Çfarë duhet ndodhë në këtë situatë? Unë mendoj që kjo ikja, largimi, dorëheqja e zotit Berisha duhet negociuar me zotin Berisha. Zoti Berisha tregoi që është një njeri që merr 500.000 vota edhe kur nuk e ka siglën e Partisë Demokratike, por është fuqi. Kjo dhe duhet negociuar me të. E pa mjaftueshme apo jo, është një fuqi që ka në dorë 500.000 vota, që ka shumicën, me atë duhet negociuar. Pjesa tjetër, a duhet iki apo duhet ri, është një vendim që e bëjnë llogari pastaj qytetarë shqiptarë, sepse unë flas në optikën tënde se ai e di vetë se çfarë do bëj. Jo, unë di që është unë si komentator politik them që nuk ka asnjë shans të rrëzohet apo të ketë një rotacion politik pa një forcë politike të fuqishme në kuptimin e votave dhe mbështetjes qytetare. Berisha sot mirë apo keq është njeriu që ka 500.000 vota të tija personale. Pra e pam jashtë PD-s, brenda PD-s, Berisha i ka 500.000 vota. Me të duhet negociuar. A ka një alternativë tjetër jashtë Berishës që mund të mobilizojë 500.000 qytetarë? Nuk e di, nëse ka, na e tregoj. Dhe patjetër që unë do jem dakord që nëse dikush mendon se ka fuqinë të mobilizojë më shumë se 500.000 qytetarë, është i mirëpritur, por unë nuk mendoj, nuk shoh ende në Partinë Demokratike një figurë që të mobilizojë më shumë se sa çka mobilizuar aktualisht zoti Berisha. Janë realitet në politik, të pëlqen s'pëlqen, dhe vendos forca, vendos fuqia. Dhe kjo nuk duhet neglizhuar kurrë, pavarësisht dhe këtë Berisha dhe çdo politikan e di më mirë se kur çdo tjetër. Nëse ti ulesh në tavolinën politike, ajo që të mban në tavolinë janë numri i votave që ke fituar. Nëse nuk do kishte vota, ky muhabet as do diskutoheshe fare, as do hidheshe fare si ideja do ikte apo jo Berisha, dhe do ishin larguar, që fakti që nuk ka asnjë zë që mundet apo që po e kërkon këtë të paktën brenda strukturës Partisë Demokratike, tregon fuqitë zotit Berisha. A i duhet kjo shoqërisë, apo nuk i duhet kjo shoqërisë, ky është debat tjetër, unë nuk jam filozof, unë jam komentator politik, dhe për mua në politik vendos fuqia, është si kjo, Almer. Çfarë po ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës? Në fund ditës krejt e padrejtë është ajo që do vendoset për Ukrainën, por vendos fuqia. Në fund ditës në real politik vendos fuqia, vendos numri i votave, vendos mbështetja që ti ke, vendos
vendosin njerëzit që të përkrajnë ty. Pra, pavarësisht emocioneve zemërthyer apo emocioneve që shpesh i shohim tek qytetarët se nuk mund t'i injorojmë, në fund të ditës ajo që vendos është fuqia dhe duhet negociuar me zotin Berisha. E vetmja gjë që mund të prodhoj diçka për Partinë Demokratike është një negociat me zotin Berisha. Dhe një negociat me zotin Berisha mund të çojë aty ku thua ti, po kjo nuk bëhet pa futur në ekuacion zotin Berisha. Dhe nëse zoti Berisha nuk largohet, kjo është kë duhet negociojë zoti Berisha dhe kë duhet sjella, mos ka me atë plagën e freskët atë që ndodhi me Lulzim Bashën. Mund sepse përmendë fjalën negocim me kë? Jo, negocim. Cili është autoriteti përballë? Kush mund të kërkojë negocimin? Që do të tentoj të marrë Partinë Demokratike, do negociojë me fuqinë kryesore të Partisë Demokratike, që është zoti Berisha. Dhe thash, kjo është negociata. Nëse Berisha nuk e do këtë, atëherë kushdo që do të nisë një, le të themi, pavarësisht se do të jetë i organizuar, pavarësisht se mund të jetë shumë herë me ku di unë, me një mbështetje të caktuar, pavarësisht se mund të argumentoj shumë bukur se çfarë i duhet Partisë Demokratike, në fund nuk vendos oratoria dhe elokuenca apo mënyra se si ti e servir një komand politik. Në fund fare vendos politika, mund të jetë brutale, mund të jetë banale, mund të jetë ku di unë, mund të jetë fare le të themi primitive në mënyrën se si shprehet, por në fund ditës me banalitetin dhe primitivitetin që mund të ketë, ajo që vendos përballë një elokuence apo përballë disa tezave apo teorive politike, mendoj unë që është fuqia. Në fuqi dhe në negociata, ajo që ka rëndësi është fuqia. Dhe dëgjova zotin Berisha dhe tha, as kam dërmend të jap dorëheqjen dhe ky është debati mbyllur në Partinë Demokratike. Unë nuk shoh, pavarësisht do ketë tendenca, kushdo që do aprovoj në mënyrën se si e shoh unë, nuk e ka fuqinë për dobësitien apo për fuqinë Berishës. Berisha nuk po mban fjalën lidhur me ato çka deklaroi, sepse Berisha njihet si njëri i fjalës dhënë. Pse Berisha është i detyruar të shkel mbi veten në thonjza për të mos u larguar, për mos u tërhequr? Berisha e tha dhe për 2021. Sepse është diçka statuore. E ka vendosur në statut kjo, por në statut sigurisht Berisha ka këtë opsionin që të thotë që po, kur të humbë zgjedhjet, siç e kishte edhe Basha në 2021 që u rizgjodh. Pra ky është një opsion që mundet që, por kush mund ta kundërshtoj këtë? Se ky është problemi. Problemi është që nëse zoti Berisha vendos të japi dorëheqjen, çfarë do të bëhet me këta qytetarë që besojnë tek zoti Berisha. Pra është për mua, prandaj zoti Berisha e mbylli debatin e çështjes që diskutohet, që lidhet me dorëheqjen e tij. Pra, kryetari nuk preken gjithë të tjerët. Çfarë ndryshimi do të bëjë zoti Berisha për bërë një ekip fitues? Për mua nuk e ka, unë mendoj që Berisha nuk e ka këtë, le të themi, këtë tezë që ti sapo përmend. Domthonjë që kryetari nuk zoti Berisha i futin listë, i garantoi mandatin e deputetit, strukturës, leadershipit, ose atyre njerëzve të rinj që të bëjë rifreskimin. A mos duhet t'i lëshoj më shumë territor në thonjza për që ata të ndjehen të përfaqësuar ose PD-ja të jetë mos jetë vetëm imazhi i besnikëve të Berishës? Dhe kjo është nuk është për shkak të humbjes. Kjo është për shkak të një strategjie. Mos është imponimi i votës që ka ardhur nëpërmjet Ali Mehmetit dhe Joridis. Nuk e mendoj. Askush nuk mund të imponohet Ali Berishës dhe unë të garantoj që kushdo që do të dilte në Partinë Demokratike, kjo është kështu. Dhe dua ta përsëris, nuk është çështje a më pëlqen apo s'më pëlqen, a na pëlqen apo s'na pëlqen. Kjo është kështu. Nëse këta me gjithë respektin e madh ta provojnë t'i marrin ato vota jashtë logos së Ali Berishës, dhe do të shikosh do i marrin apo jo. Pra, pavarësisht se si është gjëja, kjo është kështu e merr dhe unë ngul këmbë ke kjo. Në politik vendos, edhe një herë e them, nuk vendos emocioni, vendos fuqia. Dhe kjo është kështu. Pra, Berisha, në atë që ti the që do të detyrohet, jo, s'do të detyrohet. Berisha e ka të qartë atë që ka, prej momentit që e ka nisur gjën, e ka të qartë se ku po shkon. Por sigurisht nuk mundej që
Partia Demokratike nga në reanimacion politik të nisë të vraponte me njëherë. Partia Demokratike pas këtyre nga momenti që ka dalë le të themi nga reanimacioni, ka këtë, unë mendoj që tani më është gati që të vrapojë. Dhe Berisha nuk e ka këtë për shkak të situatë, nuk do t'ja di, sepse nuk guxon njëri. Të gjithë aty, nëse dalin jashtë asaj partie, do më thonë të garantoj unë që të gjithë vdesin politikisht. Redo, si mund të garoj Partia Demokratike kur ti e quhen që është gati për ta bërë këtë gjë, kur tani më është gati. Kur përballë ka në çdo qark ngre pretendimet që bandat janë ata të cilët kanë influencuar duke dhënë këtë rezultate spektakolar Ramës. Si mundet Partia Demokratike kur është disfatiste në retorikën e saj që të krijojë një narracion fituesi? Nuk është hera e parë që thash unë prandaj jo më kot Berisha solli 2001-shin vëmendje. Në atë kohë ka qenë e njëjta gjë. Ka qenë bandat, domethënë ka qenë warlords, kanë qenë që kishin në mënyrë kapilare kishin pushtuar territoret e Shqipërisë dhe ti e di çfarë ndodhi në 2005. Pra Berisha e ka një le të themi një plan, eksperiencë se si do ta realizojë këtë gjë. Pra, në mënyrën se si e shoh unë thash, Berisha ka qenë i detyruar të ndërmarr ato hapa që ndërmori, i detyruar, jo për shkak se ka qenë vullneti i tij. Pra, mbyllja e listave ka qenë detyrim. Ajo votimi i emigrantëve ka qenë pjesë e detyrimit për shkak se ka qenë ato pozita që ka qenë, mos harro. Kur janë bërë këto negociata, në atë kohë Berisha ishte akoma në katin e 8. Mos harro që kohën që janë bërë këto negociata nuk kishte ende vula e Partisë Demokratike. Pra, zoti Berisha ka qenë i detyruar të ndërmarrë gjitha këto në kuadër të thash fuqisë politike që përfaqësonte Partia Demokratike. Ka qenë gati e asgjësuar. A do t'ja dalë ta ringrej tani? Shikojmë, a do t'ja dalë që të krijojë, a do të largohet Berisha dhe të sjellë dikë tjetër për të krijuar një fuzion më për shkak të. Kjo është në dorën e tij, po vetëm në dorën e tij. Pjesa tjetër, pra kjo është negociat që mund bëhet me të. Pjesa tjetër që do të imponohet Sali Berishës me atë që i këtij tani, se për mua do ketë fatin që kanë pasur pak a shumë gjithë ata që e kanë provuar ta bëjnë Partitë Demokratike. Pra, dhe kjo thash, thash varet gjithçka me domethënë se çfarë do të vendos zoti Berisha. Dhe unë garantoj që nëse zoti Berisha do ta shoh këtë si një mundësi Almer, do ta shoh këtë si një le të themi tërheqjen e tij dhe vendosjen e dikujt tjetër, do ta shoh si një mund të garantoj që do ta bëj. Por gjithmonë në negociat me të, sepse përfaqëson një fuqi. Po ta them edhe një herë, a na pëlqen as na pëlqen, kjo është çështje pëlqimesh. Po flasim për realpolitik dhe realpolitika nuk është poezi dhe nuk lidhet me ndjeshmërinë, lidhet më shumë me atë që themi prej fillimit dhe unë jo më kote përsëris. Është çështje fuqie, force dhe fuqie. Do të kalojmë pak tek pjesa e krahut tjetër, pra tek qeveria. Rama në 12 qeverisje ka prodhuar pafund skandale, ka prodhuar pafund punë thonjza për spakun, pra njerëz të cilët janë arrestuar. Ndërkohë, shohim rezultatin, është një rezultat pothuajse i çmendur po e quaj, pra merr 83 mandate. Kush prodhoi më shumë vota për Ramën, grupet kriminale apo fuqia e Ramës për të nënshtruar këtë popull? Për mua, ajo që mos harrojmë, në 2021-shin nuk ishte dhe gjithë e dinë dhe gjithë po e pohojnë. Domethënë, pavarësisht se çfarë duan t'i ngarkojnë zotit Basha, 2021-shin gjithë janë të qartë që u prodhua një fitore pavarësisht manipulimit. Edhe zoti Berisha e pranoi këtë gjë. Pra, nuk është se zoti Rama është aq i fortë sa duket. Për mua zoti Rama, pavarësisht se mund të ketë, është kjo retorika e bandave etj, të garantoj unë që nuk është aq i fortë saç po tentohet paraqitet pas fitimit të mandatit 4. Për shkak se e pam në 2021-shin. Zoti Rama ja ka dalë përmes një komploti ndërkombëtar kundër opozitës.
mos harro, unë e them shpesh këtë, dhe se kam dëgjuar tek asnjë. Në 2019 Komplot edhe në 2025? Po, jo. Pasojat e atij komploti vazhdojnë të vuajnë. Po sigurisht edhe në 2025, sepse mund të hiqesh zyrtarisht non grata e zotit Berisha. A non grata e zotit Berisha vazhdon të mbetet një problem për shumë qytetarë që sipas teje është Rama i cili nuk lejon heqjen e non gratës së Berishës. Jo, unë po them komplot ndërkombëtar. Ja ta argumentoj. Pra, në 2019 akuzohet Partia Demokratike se la bashkitë. Nuk i la bashkitë Partia Demokratike. Ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës që ja dhuruan Edi Ramës këtë. Çfarë lajmëruan liderin atëherë? Do të shpallim organizatë terroriste pra. Po tani si mund i thuash një opozite që ka djegur mandatet, ka 6 muaj që i provon gjithë qytetarëve shqiptar me përgjime që zgjedhjet u vodhën, ku ishin përfshirë gjithë elita, parakalonte gjithë elita e Partisë Socialiste, dhe ti thua i opozite që të hyjnë zgjedhje, të hyjnë ato zgjedhje siç dhe ku garanton nuk ishte ajo sfida e Partisë Demokratike. Pra, ishte një thik pas shpine që ju bë Partisë Demokratike në atë kohë. Nëse sjellim 2007-ën, Rama domethënë ja shtyr zgjedhjet për një pretendim të vogël që kishte Rama për certifikatat në atë kohë. Pra, opozitës, nëse ka shqetësime, i duhen krijuar të gjitha kushtet që ajo të futet në zgjedhje dhe mos ketë dyshime, përballë thash duke menduar se çfarë kishte ndodhur. Ore nuk 339 dhe 184, 6 muaj, domethënë u shtonte ai bulevardi, janë bërë protestat më të mëdha opozitare në atë periudhë. Pra, pse them është komplot ndërkombëtar? Ju falën 62 bashki. Ju falën dhe të gjitha po ta vini re, këto bashki janë penguan në 2021-shin, po themi, gjën, po dhe tani është e njëjta gjë. Pra, mungesa e bashkive nuk është pak në atë frymën që ti kërkon të ngresh, pavarësisht se. Pra, them komplot ndërkombëtar. Të ngelimi tek pjesa e qeverisë dhe akuzave që ka për lidhjet me bandat. Pse Rama e ka të domosdoshme që të mbajë mbi shpinë një lumë akuzash për bashkëpunim me banda? Pse i duhet kur ai ka të gjithë pushtetet? Pse i duan bandat? Pse i duhet kandidatë të bandave siç akuzon opozita të jenë listat e tij si Arken Balla, Sara Mile apo dikush tjetër? Pse Rama e ka këtë simbiozën me krimin, që nëse mund ta quajmë kështu? Për mua bashkëjetesa me krimin është bërë, domethënë, prej 2013-s, ku Rama, ku bashkuan gjitha qelbësirat, domethënë për të rrëzuar Berishën, është bërë pjesë natyrale e asaj e mënyrës se si Rama tenton të fitojë zgjedhjet. Por unë nuk mendoj që është ky problemi. Për mua ky është thjesht, le të themi, një nga kauzat që Partia Demokratike do të përdor për mua, nëse problemi më i madh ka qenë goditja e Partisë Demokratike nëpërmjet lobimeve, siç doli me Gonigëll, nëpërmjet, sepse janë lobime që prodhuan më pas non gratën, janë lobime që prodhuan atë mungesën e një raporti normal të Partisë Demokratike me... Redo, dakord jam, ti kur e ke shtrirë në tokë kundërshtarin, nëpërmjet ndikimit ndërkombëtarëve, pse duan dhe thikat e aktorëve të brendshëm si banda, pse duan të ngulin ata thikat e fundit? Sepse kur ti e ke shtrirë kundërshtarin? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Kjo ka qenë një përpjekje për të asgjësuar si alternativë politike. Dhe këtë shprehen, këtë retorikën që dëgjojmë shpesh me fjalë që lidhet me përpjekjen për të asgjësuar Partitë Demokratike, shpesh merret kështu si merret thjesht si justifikim politik. Po e vërteta është që komoditeti më i madh i një qeverie është të mos ketë opozitë përballë. Me këtë do ta zëvendësonte Rama mungesën e Partisë Demokratike në tregun politik. Ka absolutisht ka opsione. Dhe Rama, domethënë, nuk është punë Shqipëria, është puna në çdo vend ku ka autokraci, dalin opozita, krijohen opozita, bëhen opozita fasade etj. Në këtë pikë ka tentuar dhe kjo është e natyrshme. Çdo pushtet kërkon që përballë të ketë një opozitë që ta kontrollojë. Në pikën që jemi Almer, unë mendoj që pavarësisht se çfarë thuhet, nuk ja ka dalë dhe prandaj them që
është shumë e rëndësishme të theksojmë faktin që Partia Demokratike ka qenë e detyruar të luajë në këtë hapësirën që është lënë të luajë përmes lobimit tek faktori ndërkombëtar. Mos harro bllokimin e koalicioneve që ndodhi në 2021. Prap lidhet direkt me përsëri një gabim Partisë Demokratike që laku vendin, që gjetët opozitën e famshme. E quan normale ti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në atë kohë janë promotorët demokracisë të mos, le të themi, të mos ndërgjegjësohen, të mos sensibilizohen për të vërteta që u shpalosën qartazi nga Bill në atë kohë. Pra si e shpjegojnë faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kishin nanën e opozitës në atë kohë? Ku ishte, le të themi, ku ishte faji i opozitës? Faji i opozitës, dhe të mos harrojmë që këto përgjime u publikuan dhe Zëri i Amerikës fillimisht në 28 janar, se unë i mbaj mend si data. Pra, ku ishte faji i opozitës dhe pse duhej që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ishin gjatë gjithë kohës, apo shigjet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin gjatë gjithë kohës të drejtuara ndaj opozitës. Prandaj them që ajo që e ka shkatëruar Partinë Demokratike është pikërisht goditja e saj tek komponenti më i rëndësishëm i prodhimit të rotacionit në Shqipëri, që është marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Dhe këtë Rama e ka bërë në mënyrën më të mirë. Pra, e ka vrarë reputacionin e Partisë Demokratike nëpërmjet këtyre lobimeve që tashmë ne i kemi të qarta për të qenë konkurrente në zgjedhje. Pastaj këtë pjesën këtu unë mendoj që ajo që e ka ndëshkuar Partinë Demokratike është gjithmonë pikërisht kjo gjë. Raporti me perëndimin, raporti me faktorin ndërkombëtar. Nuk e kam penalizuar bandën, nuk jam dakord. Bandat pavarësisht fuqisë që kanë terren, i bëjnë mirë llogarit dhe llogarisin me detaje se nga po fryneri. Pra, sipas teje, nëse Partia Demokratike arrin një rekord të ri marrëveshjesh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bandat do largohen nga terreni? Ka 3 sfida Partia Demokratike të cilat nuk i plotësoi. Që janë sfidat pa diskutueshme nëse një parti kërkon të vinë në pushtet. E para janë këtë që diskutuam, marrëdhëniet me perëndimin, me faktorin ndërkombëtar. E dyta është ekipi. Pra, Partia Demokratike nëse rregullon raportet dhe rregullim quaj heqjen e non-gratës. Nëse non-grata do vazhdoj të ekzistojë, ky është një mesazh që vazhdon, që perëndimi vazhdon të jetë, le të themi, apo të mos jetë në anën e Partisë Demokratike. Kjo duhet të lexuar mirë, pavarësisht se thuhet që ka rënë non-grata. Jo, non-grata është aty. Dhe akti i heqjes së non-gratës është një sinjal që i rregullimit të marrëdhënieve të Partisë Demokratike me perëndimin. E dyta është ekipi. Ekipi i Partisë Demokratike duhet me çdo kusht të ndryshojë në mënyrë radikale, si nga forma edhe nga përmbajtjes, që është ajo. Mos të bëhemi përsëritës të atë çka folëm. Të ndalemi pak tek qeveria. Por çfarë bën fituese këtë qeveri, më zotëri? Kaq shumë skandale, kaq shumë njerëz të arrestuar, kaq shumë akuza, dhe përsëri fiton. Çfarë di ky njeri? Çfarë ka më shumë ky që se ka? Përballë një opozite me duart e lidhura, këtë po them. Ka arritur t'ia lidh duart opozitës nëpërmjet lobimeve që ka bërë. Për mua ky është. Për mua bandat nuk janë ajo sfida e madhe, sepse pavarësisht se këtu bëhet fjalë për mafia e për bandat rrezikshme nga Ekuadori në Kolumbi etj që po ndikojnë dhe në zgjedhjen në Venezuelë, siç ishte Ilaj, domethënë unë nuk mendoj që e kanë fuqinë sepse të gjithë i bëjnë llogarit. Në fund ditës të gjithë bëjnë llogari. Pra është çështje që për mua ajo që nuk është Rama fitues, është opozita e cila ka hyrë në këtë garë me duart lidhura. Redo, në këtë zgjedhje në 11 maj, a lexove në këndvështrimin tënd krime zgjedhore të kryera nga kjo mazhorancë, të cilët përpasoj sollën edhe ndikimin në rezultat? Kanë qenë vazhdimisht të pranishëm element
bodhës krimit në zgjedhje janë edhe në Itali, janë kudo, domethënë njerëzit influent janë njerëz që në një farë mënyrë këtë influencë e përdorin edhe për influencë politike, për të pasur nesër favore në tendera favore politike etj. Pra, unë e shoh normale këtë gjë, Almer. Cila është normale? Jo, e shoh normale, nuk është jo se e shoh normale bashkëpunimin, po e shoh normale gjën. Ka ndodhur prej 90-s në Shqipëri kjo gjë. Dhe nuk e ka penguar rotacionin. Pavarësisht, pra neve sipas Edi Ramës duhet hyjmë në Europë edhe kur I shkelim zgjedhjet me absurditete si asfalti elektoral, nënshtrimi dhe ndikimi I presionit mbi administratën, dhe të gjithë atyre pretendimeve që ngre opozita, Europa duhet të pranojnë në këto kushte? Për mua janë pretendime dhe Rama thash, fuqia që ka Rama sot është pikërisht pabesueshmëria e opozitës. Pra, ka arritur që ta paraqes dhe ta pikturoj opozitën atje si armikët zgjedhjeve, si armikët të demokracisë shqiptare, ka arritur ta pikturoj kështu dhe çfarëdo pretendime që nxjerr opozita I duhet kohë që të bëhet e besueshme atje. Pra ka ditur Rama që ta luaj këtë lojë dhe thash Rama edhe hapja negociatave, nëse mban mend, kanë qenë 14 kushte nga Bundestagu. Ai Wadepool që është bërë edhe ministri I jashtëm I Gjermanisë, ka qenë njeriu që domethënë të paktën në 8 qershor të 2019-s, domethënë I bie 2 javë apo 3 javë para zgjedhjeve, I ka kërkuar Ramës që ta rishohë qëndrimin e vet për sa I përket zgjedhjeve. Pra, jemi në këtë lojë, Almer, për mua nuk është problemi që Shqipëria u pranua apo po hap kapitujt për shkak të meritës qeverisë. Unë di që po I hap këto kapituj për shkak të kontekstit ndërkombëtar, për shkak të nevojës ndërkombëtare, për shkak të kontekstit gjeopolitik, për shkak të luftës me Ukrainën, për shkak një përpjekje që ka Bashkimi Evropian për të futur edhe Ukrainën në Bashkimin Evropian, pra nuk është se është merit e kësaj qeverie, më shumë se sa nevojë e Bashkimit Evropian për të konsoliduar pozicionin e saj në raport me Rusinë apo në arenën e re që është krijuar pas ardhjes së Trumpit në pushtet. Pra nuk e shoh të gjitha këto mbeten te pretendimet, ajo që po integron Shqipërinë apo do të integrojë Shqipërinë lidhet me kontekstin gjeopolitik. Një nga pikat kyçe që BE-ja na ka vënë si detyrë shtëpie qeverisë Rama apo Shqipërisë në 35 vite është lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit. Zgjedhje pas zgjedhje është vërtetuar që Rama I ka të dyja këto rekorde, I ka disfatiste, I ka të humbura. Si është e mundur që Europa I mbyll syt para këtyre fenomeneve dhe pranon të bashkëpunojë me një lider autokrat, siç ju e thatë, dhe ti pranoj atij që të shkel mbi normat europiane të zgjedhjeve apo çka ata I quajnë si vlera absolute dhe ta quajnë këtë lider të pranueshëm në raport me opozitën. Çfarë I bën ky atyre që nuk ja jep opozita? Për mua, çfarë I ofron ky më shumë se opozita? Për mua në Serbi është e njëjta situatë. Pavarësisht protestave të mëdha që u bën, perëndimi nuk mbajti asnjë qëndrim. Pra, pavarësisht një angazhimi të madh, jemi para 80 vjetësh. Nuk mendoj që ata duhet të instalojnë komunizëm të ri këtu, mjafton që ata të kenë okay gjërat e tyre, na kthejnë neve një vend që pranojmë refugjatë që ata s'duan të bajnë. Nuk ka qenë kurrë Europa. Domthon, edhe fakti që këto zgjedhje nuk vendosen si kusht për integrimin tregon shumë. Pra nuk ka qenë kurrë Europa, le të themi, fuqia që I ka lëvizur fijet e pushtetit në Shqipëri. Ka qenë gjithmonë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndaj në këtë pozicion ku është Europa sot është edhe për shkak të realitetit të ri gjeopolitik është e pafuqishme që ndikojë në atë mënyrë se si e kërkojnë. Pra thash, është e detyruar, pavarësisht se të gjithë qytetarët serb kanë zbarkuar dhe protestojnë, kanë bërë protesta nga më të fuqishme, nuk ka asnjë deklaratë
nga Gjermania, se Gjermania në janar, domethënë e nisi direkt me një rezolut për zgjedhjet në Serbi etj. Po pasi në janar të vitit që shkoi, jo të këtij viti. Por që rrugës diku Scholz bëri disa marrëveshje me Vučićin, Macron shkoi edhe ai në Serbi bëri disa marrëveshje. Çfarë i ofron Shqipëria? Serbinë e kuptuam. Shqipëria çfarë i ofron më shumë se opozita, pra çfarë i ofron Rama më shumë se Berisha ndërkombëtarëve që ata e pranojnë këtë lloj lideri, siç për mua përmend edhe ato raste që fiton zgjedhjet. Për mua thjesht aktualisht ja ka dalë. Pse Rama është më i besueshëm pra? Jo, është më i fortë, ka qenë më i fortë deri tani. Ka treguar fuqi deri tani. Ka treguar që pavarësisht se si, se edhe kjo puna që diskutojmë, kjo puna e lobimeve që bëhet është çështje fuqie, nuk është çështje dobësie. Konkretisht mund na thuash çfarë i jep Rama ndërkombëtarëve? Jo, në rastin konkret. Në rastin konkret, pse qëndron pushteti Rama kur zgjedhjet pretendon që janë të vjedhura? Kur opozita thotë që i ka të hapura letrat se çfarë ka bërë me zgjedhjet. Ore pse e mbajnë ndërkombëtarët këtë njerëz? Pra këtë mund t'i shpjegosh ti njerëzve sipas arsyetimit tënd. Për mua unë ta thash, a mund të jesh më konkret, këtë dua të them. Jo, nuk mund të jem konkret sepse nuk dua të spekuloj. Nuk dua të them që Pra diçka i lëshon atyre, po çfarë i lëshon më shumë? Po jo, pra nëse dhëndri Trumpit i dha Sazanin, Europës çfarë i dha? Almer, nëse dhëndri Trumpit e ka dash Sazanin, do e merrte edhe te Berisha, të garantoj unë. Domthonë, nëse kjo do ishte diçka që Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta kërkonin, të garantoj unë që nuk ka këtë se vëm dyshim. Kjo është diçka. Pra nuk është kjo që për mua deri tani e ka mbajtur në pushtet pikërisht kjo loja politike. Unë vazhdoj të insistoj te kjo gjë. Ka bërë koncesione të llojit, por nuk mund të them këtu për shembull dhe nuk mund ta bëj këtë dhe të them që shiko se Ramën po e mban pushtet raporti që ka me dhëndrin e presidentit Trump. Nuk mund ta them këtë sepse të garantoj unë që nëse do kisha prova që është kështu, patjetër që do e kisha thënë. Po unë jam i bindur që edhe këto zgjedhje Rama i fitoi për shkak se opozita ishte e dobët. Pik. Më shmangesh pyetjes. Të pyeta Rama dhe ndërkombëtarët. Pse Ramën e mbajnë ndërkombëtarët kur ai është lider autokrat, kur dhe Vučić është po ashtu, mos po instalojnë në këtë rajon një komunizëm të ri, një neokomunizëm që ata e shohin si opsionin më të mirë që pranojnë popujt tan? Po më thua për stabilokracinë. Në një farë mënyrë kjo pyetja pra, pse pikërisht ky njeri që ndron kaq gjatë pushtet kur është kaq korruptuar? Nëse do pranojmë këtë, do pranojmë që ka vdekur opozita. Po përsëri opozita ka fajin? Nëse do pranojmë, ndërkombëtarët pse duan opozitën e vdekur më zotëri? Nëse do pranojmë këtë, do thotë që ka vdekur opozita. Rama ja ka dalë të asgjësoj opozitën. Unë nuk e shoh kështu. Unë them që ka dhe një mundësi tjetër që të shikojmë. Pra thash, unë e quaj Almer krejt normale këtë që ka ndodhur. Ta thash edhe për zgjedhjet. Partia Demokratike, ta e thash, nga reanimacioni sot po ecën këmbë. Dhe do të vazhdoj të vrapoj. Mbase nuk vazhdon më, mbase kthehet prapë në reanimacion, se këtë se vendosim ne. Më kupton? Nuk e di këtë punë. Por për mua Rama nuk është në pushtet sepse për mua Rama nuk është në pushtet për shkak se ka dhënë gjëra. Për mua Rama është në pushtet sepse ja ka dalë që Partisë Demokratike t'i lidhi duart. Ja ka dalë që ta pikturoj Partinë Demokratike nëpërmjet atyre lobimeve që tham. Me këtë logjikë që thuat Europa është e pasinqert me Shqipërinë. Është e pa drejt me mënyrën se si luan. Pra nuk i intereson se çfarë bën opozita, mjafton që Rama të bëjë çfarë dojë dhe të jetë një ortak. Nëse do ta themi kështu, po sigurisht se Europa ka pranuar tash, po pranon Vučićin. Që thash qytetarët janë derdhur në rrugë si asnjëherë më parë. Po pranon, por Europa nuk e ka luksin sot Almer që të bëj, le të themi, edhe këtë të jetë vendimtare për sa i përket mundësisë për një Europa për momentin kërkon qetësi, kërkon stabilitet dhe këtë stabilitet ja ka krijuar ky deri tani. Ta shikojmë më vonë se si do shkojë. Por ajo që unë
tentoj të them gjatë gjithë kësaj bisede është që nëse a ja ka dalë apo jo zoti Rama që ta azisoj opozitën. Kjo është pyetja. Dhe pyetja e madhe. Derisa qëndron pushteti ja ka dalë, besoj. Ta shohim. Kjo duhet parë deri në fund, sepse nëse e pranojmë këtë, pastaj kjo është fatale dhe kemi mbaruar punën. Le të shpresojmë që nuk është kështu, Almer. Duhet ndalim në një pikë tjetër që është pothuajse është një nga institucionet më të rëndësishme në Shqipëri, siç është SPAK. SPAK u ingranuan këtë zgjedhje me një strukturë posaçme që do parandalonte krimet zgjedhore. Nuk pam në një evidencë konkrete që SPAK-u të kishte të dhëna apo të shikonin në një aksion të çuditshëm për të parandaluar krimet zgjedhore apo blerjen e votës në Shqipëri. Ndërkohë, pas zgjedhjeve, SPAK ka kryer lëvizje kundër krimit të organizuar. Mos edhe SPAK-u veproni komanduar nga qeveria dhe sipas Oreksit të Ramës. Mund të jetë, ka dy skenar. Ose SPAK është i komanduar nga qeveria, siç po thua ti, ose SPAK është i bllokuar pikërisht nga ajo që diskutojmë prej fillimit, nga ata që kanë investuar më shumë, në mënyrë që sepse thash opozita nuk ka arritur t'i bind që do të jetë një partnere që do t'i plotësoj, le themi, interesat perëndimit. Nuk e ka dalë opozita ta bëjë këtë, dhe SPAK në një farë mënyre ka shërbyer si një instrument për perëndimin, për të mbajtur në pushtet një njeri që ndryshe nga opozita i plotëson interesat e tyre. Ka që gjëja, ose SPAK është i Ramës, siç pretendon opozita, ose po gjithmonë thash lidhemi, ja ku dolëm prapë tek ajo biseda që bëm. Çfarë do bënin grupet kriminale nëse do kishte një vullnet perëndimor për t'i goditur ata? Dim që perëndimi ka instaluar prokuror shumë të rëndësishëm, ka sjell njerëz shumë të rëndësishëm brenda strukturës së SPAK, cilët dinë gjithçka dhe mund të godasin cili ndodhe këdo në çdo moment. Fakti që se ka bërë, do të thotë që opozita nuk e ka dalë që t'i bind ata, që është, dhe kjo, unë them, tani kjo është pasaj, unë them, është për shkak të asaj që të lobimeve që deri tani ka bërë zoti Rama në perëndim. Për mua, unë kështu e shoh, nuk, edhe në 2021, do më thonë, për mua s'kanë qenë grupet kriminale problemi. Pavarësisht... Si s'kanë qenë, Elbasan pati një viktim, pati i përplasje midis... ka qenë më shumë bloki... Ore, pse grupet kriminale i bllokuan ato koalicionet? Po ishte një vendim që u morë në borin e ambasadës amerikane. A e diti çfarë do sillte një vit përpara lejimi i koalicioneve? Do sillte idenë që Partia Demokratike do vinte në pushtet. Dhe di ç'do bënin grupet kriminale dhe njerëzit po ta ndjenin erën e pushtetit. Këtu do bëhesh kështu rotacion përmbysje, jo rotacion. Pra ti po thua që ata janë të rëndësishëm terren. Ore, sepse do kalonin këtej do bënin vota për opozitën. Prej fillimit janë faktorë. Ata njerëz influent, si themi, janë. Janë influent, por influenca e tyre nuk është se është besnike ndaj një partie. Influenca e tyre është besnike ndaj interesave të tyre. Pra, ata janë faktorë në terren, por, ta thash, nuk i penguan këta, nuk erdhën këto bandat në ambasadën amerikane dhe penguan koalicionet. Ishte ambasada amerikane që nuk e pengoi Ramën pastaj që të ndryshonte atë që u vulos aty. Se nëse e mban mend u krijua këshilli politik. Pra, u thye garancia që ata i dhanë Partisë Demokratike për t'u rikthyer në sistem. Kështu që, ore, Almer, mere nga fillimi në fund. Njerëzit që e kanë penguar, faktori që e ka penguar Partinë Demokratike për ta në pushtet, ka qenë faktori perëndimor. Thash, e fillojmë në 2017, e fillojmë në 2019, e kalojmë 2020 me bllokimin e koalicioneve, e kalojmë te shpallja non grata, e kalojmë tek lufta e brendshme, e kalojmë tek kodi zgjedhor që duan të gjitha ka dora që e ka penguar Partinë Demokratike, nuk është fuqia e Edi Ramës. Domethënë, ti jemi kështu të qartë në këtë pikë. Nuk e vendos askush se kush do vinë pushtet përveç se faktorëve s'duam, janë faktorë perëndimor ata që e vendosin se kush do vinë pushtet në Shqipëri. Nuk harroje që do ketë faktorë tjerë. Mendoj unë, dhe deri tani kështu ka dalë.
është e provuar. Pra, unë e vlerësoj këtë. Bandat janë realisht një problem. Dhuna e bandave, thotë Saviana, është më egër se dhuna e diktatorëve. Sërish janë problem. Po në 2005 kanë qenë në Partia Demokratike vitin e pas 97-s. Dhe arriti që Durrësin ta fitoj 8-0 në atë kohë. Si shpjegohet kjo? Pra, ata janë besnik të interesave tyre, siç e tham, nuk janë besnik të partive. Nëse Partia Demokratike, dhe po ti dëgjosh më, se neve na qëllon të jemi nëpër tavolina. Me kë janë amerikanët këtë herë është pyetja që bëjnë ata. Kaq, sepse ata e dinë dhe bëjnë një deduksion thjesht, me atë që janë amerikanët, ai do rrin pushtet. Se si rri, ta thash ke koalicione se çfarë bën ata. Ta thash se çfarë bën tani, si çfarë po bëjnë tani që s'po thon asgjë. As po shprehen, as po mbajnë një qendrim për sa i përket zgjedhjeve. Po e di çfarë do thotë kjo? Kjo është e tmerrshme, sepse populli shqiptar duhet të kuptojmë që jemi demokracia shqiptare është demokraci e brisht. Në momentin që nuk ka një mbikëqyrës nga sipër, unë e kam thënë dhe e kam thënë vazhdimisht, këtu po të mos kishim perëndimin afër, këtu ringriheshe busti i diktatorit Enver Hoxha. Të garantoj unë, po mos t'ishim për shembull atje, t'ishim afër Rusisë, te ato në Kaukaz. Ato vendet Uzbekistan e Kazakistan, të garantojnë që kështu do të ndodhte. Po ty të pengon prania e tyre dhe kjo po të ka çuar, domthon të paktën bëjnë sikur këto që na qeverisin, bëjnë sikur ti ruajnë rregullat. Po bëjnë sikur, por janë ata që vendosin. Pik. Pyetja kryesore është me kë janë amerikanët, Elmer? Me kë janë ata? Dhe e bëjnë kështu, e bëjnë brutalisht pa absolutisht asnjë lloj se ne bëjmë analiza, lodhemi, shiko se çfarë ka ndodhur, shiko se kush faktor u futën, shiko ofertën politike që janë po në fund ditës vendos fakti me kë janë amerikanët. Dhe nëse Berisha, në rastin që po flasim, ja del që t'i ketë amerikanët pas vetes, do ketë rotacion. Nëse Berisha nuk ja del që t'i ketë pas vetes, nuk do ketë rotacion. Nuk ka rëndësi se me kë do jenë bandat. Fare. Zero rëndësi ka se me kë do jenë bandat. Rëndësi ka me kë do jenë amerikanët në zgjedhjet që po vinë. Dhe a ka një strategji, a kanë një plan ata për ta larguar Edi Ramën. Vetëm, para se sepse jemi drejt fundit dhe duhet bëj 2-3 pyetje të shpejta para se të kaloj te amerikanët, se është një pikë shumë e rëndësishme dhe sensitive për opinionin publik. A precis pak të rrisë dozën e goditjeve tashmë që zgjedhjet janë mbyllur? Po, absolutisht në mënyrën se si e shohun. A ka elemente qeverisë që ndjen që do jenë ai ushqimi për SPAK prapë që do të gëlltiten nga trupa e SPAK? Po pra, unë mendoj që do ketë. Por ajo që unë, le të themi, dua të di dhe dua të kuptoj është, a është SPAK që po i bën këto arrestime dhe do t'i bëj këto arrestime në kuadër një strategjie për të çliruar popullin shqiptar nga vargonjt e krimit organizuar edhe krimit politik, apo është SPAK që po përdoret sërish si instrument nga Rama për të goditur ata që pyetje të hapur. Kush do goditet nga qeveria aktuale nga SPAK? Kush janë emrat sipas teje më të rëndësishëm që mund të goditen? Për mua, të gjitha emrat që i bëjnë hije kryeministit Rama, të gjitha emrat që kanë dalë në publik dhe dyshohen si të përfshirë në korrupsion, për cilët ka dosje në SPAK dhe për cilat këta janë edhe thirrur në SPAK, për mua janë gjithë kandidat për të goditur nesër. Por nuk është kjo pyetja. Pyetja është, dhe ti e di mirë që qëllimi që fshihet pas këtyre goditjeve. Kush është dora? Që po i bën këto goditje? A ka një strategji perëndimore për të pastruar politikën nga korrupsioni dhe më pas për të kaluar në zgjedhje ku vendos populli dhe jo bandat kriminale? Apo Rama thjesht duke qenë se ka arritur një numër të jashtëzakonshëm, një shumicë cilësuar që pak a shumë diskutohet që është arritur, nuk ka nevojë për njeri dhe këta tani do t'i bëj pjesë të
do t'ja hedhit turmave një herë në 3 muaj apo një herë në 6 muaj thjesht. Pra, Redom, ti po më thua mua me logjikën tënde që ndërkombëtarët dhe amerikanët e ndërtuan SPAK-un në Shqipëri që të mbajnë një lider autoritar si Edi Rama në pushtet dhe të largojnë çdo kënd i cili është kundërshtar i tij, qoftë nga opozita, qoftë brenda llojit. Pra, u investuan 400 milionë euro për të ndëshkuar çdo kënd i cili i rrezikon pushtetin e Ramës. Janë dy skenar. Ose SPAK po pastron politikën përveç Ramës, bashkë me Ramën, dhe kjo është pastrim që po shkon drejt Ramës, ose SPAK është instrument në duart e Ramës, për shkak se Rama ka mbështetje perëndimore, i ja lejon që ta ketë këtë instrument në dorë për të goditur apo për të mbajtur këtë cirkun politik. Një miku im, Almer, thotë kështu, dhe se kam thënë asnjëherë në media këtë. Domethënë politika është kështu si makinë mishi, po mish njeriu. Pra Rama do t'i hedhi politikës çdo 6 muaj një person që ne nëpër studio të merremi me atë, të krijojmë iluzionet, krijojmë narrativa, të ndërtojmë narrativa që trim me shpresë derisa t'i vi radha dikujt tjetër. Pra po tham Rama, kemi thënë SPAK-u, po tham SPAK-u, kemi thënë Rama. Nuk e dim këtë. Pra, o jemi në këtë pikë që thua ti, ose jemi në këtë. Nëse Rama do vazhdoj tjetë edhe për një kohë gjatë, është ajo që është e para. Edhe një pyetje të fundit, si nga regjia më thonë që kemi vetëm 2 minuta. Kur do flasin amerikanët për zgjedhjet e 2025-s? Kjo pra është pyetja. Ose pse nuk kanë folur deri tani? Çfarë preti sipas teje? Për mua, ata nuk kanë folur dhe fakti që nuk kanë folur Almer dhe nuk janë të qartë për sa i përket asaj që ka ndodhur, është për shkak se unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është çik pesimiste, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr dorë nga të qenurit eksportuesi i parë i demokracisë në botë. Me Make America Great Again, me America First, siç thot Trumpi, me goditjen e USAID-it, se USAID-i ka qenë pararoja le të themi e strategjisë. Redo, mos është sinjal që amerikanët po bëjnë një plan për përsëritjen e zgjedhjeve në Shqipëri derisa nuk janë shprehur për çfarë ka ndodhur? Nuk mund ta lexojmë kështu heshtjen e tyre. Mund të jetë kjo. Mund të jetë si opsion, sepse derisa të shprehen, por paqartësia që vjen sot nga Washingtoni, që lidhet e para me vazhdimin e zotit Berisha, si non grata, dhe me heshtjen për zgjedhjet, është një paqartësi që nuk ndihmon opozitën. Këtë mund ta them. Amerikanët mund të flasin me vepra, pa certifikuar zgjedhje fare dhe pa mbajtur një qendrim për zgjedhje, se mbase tani më nuk do mbajnë qendrime dhe s'ka mbajtur as në Kosovë. Në Kosovë ka folur Grenell dhe ndihmimi i Grenellit nuk kanë folur për zgjedhjet. Situata është në ngërç politik. Ata folën në fillim. Ne nuk bashkëpunojmë me Albin Kurtin. Po situata është ngërç politik. Ata nuk kanë qendrim. Kurti të dorëzohen, mbase edhe ato eminencat që ne nuk i shohim mund veprojnë. Nëse po kjo mos mbajtja e një qendrimi lexohet dhe mund ta lexojmë kështu, kjo është një përpjekje për ta lexuar. Mos mbajtja e një qendrimi, unë mendoj Almer që lidhet me faktin që mos harrojmë, Trump takoi Al-Gjulanin, ish terroristi i Al-Qaedës, tashmë presidenti i Sirisë. Trump takoi Bin Salmanin, cilin deri dje akuzonte se coptoi atë gazetarin Khashoggi në ambasadën e Arabisë Saudite në Stamboll. Pra, ka ndryshuar raportet me gjën. Amerikanët nuk do të jenë më në ballë të denoncimit për sa i përket zgjedhjeve të manipuluara apo zgjedhjeve të pa manipuluara. Pra, sipas teje nuk mjaftojnë 6 milionë euro, por 20 milionë euro. Jo, sipas me amerikanët mund të flasin me një akt. Heqjen zyrtarisht të zotit Berisha nga lista e të qenurit non grata. Kur do ta bëjnë sipas teje? Këtë nuk e di. Ky mund të ishte, domethënë, mund të ishte një sinjal i fortë për të gjithë, mund të ishte një sinjal që të gjithë do ta lexonin si
do kishin një përgjigje për atë pyetjen me kë janë amerikanët kësaj here. Pra, në momentin që kjo do të vazhdojë të jetë kështu, për mua, ata do të vazhdojnë të jenë të paqartë, ata do vazhdojnë të jenë, le të themi, të mos shprehen, do vazhdojnë ta lejojnë Ramën të mbetet në pushtet. Redo, faleminderit që të kisha, ishte kënaqësi. Kënaqësi janë mirë. Miq, ishim me Red Varakun, faleminderit që na ndoqët.